Një ngjarje e rëndë shënuar në Kavaj ku një 47 vjeçar është vrarë me thik pas një konflikti. Krimi u regjistruar në lagjen nr. 3 të qytetit të Kavajës, ku autori është po një 47 vjeçar. Sipas policisë, rreth orës 14 shtetasi Roland Puja, 47 vjeç, banues në lagjen nr. 3 Kavaj, pas një konflikti të çastit, ka plagosur me thik shtetasin Skerdilaj Disufi, 47 vjeç, i cili ka ndërruar jetë në spital. Policia e shtetit ka shpallur në kërkim autorin e vrasjes, Roland Puja, i cili rezulton me precedent penal. Sipas informacioneve paraprake, Skerdilaj Disufi kishte parkuar automjetin para banesës së shtetasit Roland Puja. Ky i fundit i ka dalë nga banesa dhe i ka kërkuar viktimës të largojë makinën, çka ka sjellë nisjen e një konflikti verbal mes tyre. Gjatë debatit, viktima Skerdilaj Disufi dyshohet se i është përgjigjur në mënyrë të ashpër autorit. Në atë moment Roland Puja ka nxjerrë një mjet prerës thik dhe ka goditur viktimën 2 herë në pjesën e zemrës, plagë që i ka shkaktuar edhe vdekjen. Ndërkohë 24 orë më parë në Tiranë, në zonën pranë Shparkut, u vra me thik një 31 vjeçar.